Miqtë Prizmës, gjithmonë me krijimin e demokracisë, me hyrjen e pluralizmit në Shkodër, ka pasur Parti Socialiste. Me ndrimin e emrit nga PPSH në PSSH ka pasur. Megjithatë, protagonistin këtu në Shkodër për 33-34 vite, po mund të themi 35 vite ka bërë Partia Demokratike. Edhe me pushtetin që kishte, por njëkohësisht edhe me kryetarët e partive që flisnin. Po ashtu bën edhe sot. Bën kritik, ngjohet, dalin konferenca shtypi, shkruajnë në Facebook, shpeshherë shpikin edhe shpeshherë shajnë, fyejnë edhe shpeshherë thurin intriga, bëjnë gam gjithë ditën, dhe me këtë punë merren. Mirë po, ke Partia Socialiste nuk e kanë bërë punë. Unë nuk them që të shpikin edhe të shpifin, por që të akuzojnë, të mbrohen dhe të tregojnë të drejtën dhe të vërtetën, është detyrë e tyre. Nuk e kanë bërë. Kanë qëndruar pas, kanë qëndruar pak në hije. Ata të demokratikës, edhe pse të shkuar për bojë, po themi fjalë më të ëmbël, gjithmonë kanë uluritur, kanë bërtitur, kanë gjetur argumente nga më idiotët dhe kanë folur. Kushdo që ka marrë atë rolin e kryetarit Partisë Demokratike. Ke Partia Socialiste jo janë treguar të më mirë s'po flasim. Nuk janë përgjigjur kurrë. Është bërë polemika, ata s'kanë marrë pjesë. Nuk kanë ja kanë përtuar për balljes shkurt. Me po tash, me sa duket Beneti, Partia Socialiste në qendër, në përgjithësi, ka vendosur dy individ të ri. Marian Ndërshtiqaj. Marian Ndërshtiqaj është bashkëkryetar me Kesin. Dhe njëkohësisht Kesi Spahi. Njëkohësisht janë të ri dhe kanë një moment që me sa duket e kanë lënë atë qëndrimin pas, atë çfarë po më duhet mu, s'po ju përgjigjemi, ne jemi të ndryshëm nga ata. Ata shaj, hill, përgojo, shëmto, shpif. Po, është parimi, shpif se diçka do të mbetet. Sigurisht merr edhe një dorë, janë ja 100 vet, 150 vet në Facebook që s'bëjnë kur gjë tjetër, ndjekin çfarë shpif kryetari i Partisë Demokratike dhe vazhdojnë. Nëse thotë është kthyer Shkodra në plena, thonë ata, ma keq, e gjithë bota hedh plena këtu keni. Shkodra është ndërtuar me keq. Shkodra dikush thotë që s'punojnë, kanë harruar të punojnë, s'kan ndërtuar asgjë, s'bëjnë asgjë, gjithçka është keq, Shkodra është keq, është varfëria më e madhe, vdesin për ditë, uria. Çan nuk shpikin, çan nuk thonë, Partia Socialiste nuk i përgjigjet. Kryetari i Partisë Socialiste vetë si është përgjigjur deri ama lere kush merret me ato. Det ta bëjnë, si më thënë, t'ja bëjnë, si më thënë, zullumin ja bëjnë vetes. Mund të jetë vërtet edhe kjo, por është edhe vërtet edhe tjetra. Që një pjesë e madhe atyre shpife, pastaj merren vërteta edhe nga disa njerëz që nuk e kanë atë përgatitjen kaq të madhe sa bie fjala ata që mendojnë që ama lëri. Se gjithmonë Shkodra kështu ka bërë, në oportunizmin e saj, lere këtë, lere atë, lere të keqen një herë, lere të keqen 2 herë, lere shpifjen një herë, lere fymin një herë tjetër, lere vazhdimisht dhe ato bëhen pastaj të shpis, i ke për ditë aty. Ndërkohë Mariani përgjigjet, edhe është përgjigjur për plera. Edhe thot, sepse ata akuzojnë shpifin. Mariani thot me drejt. Shkodrës pas ju hoq epiteti i qyteti i plerave, pas 30 vjetësh tani duhet ta kthejnë sërish, por këtë herë me shpifje. Pra e kanë pas me plena, ato që me plena, s'kanë pastru kur, tashi, me që po pastrohet, ata shpifin që është me plena. Në listët ku përmendet detajimi i fondeve, thot, Shkodra merret si referencë për shpimin dhe jo si një garanci për depozitimin e mbetjeve të Shkodrës. E sqaron se ata shpifin. Dhe pjesa më e madhe fillojnë e besojnë. Ky Mariani, që është bashkëkryetari i Partisë Socialiste, ju përgjigjet me herë. Kjo është përcaktuar dhe saktuar qartë dhe në mbledhjen e komisionit. Pastaj sqaron, deputetët socialistë janë çdo ditë në terren me qytetarët duke parë nga afër çdo investim. Sot për shembull ishim lagjen Partizani, aty ka shumë punë deri të përfundimit. Ky është ndryshimi real, jo ai që shpiket nëpër statuset e konferencat e shtypit, i përgjigjet pra. Mjaft me mashtrime politike, kjo është shumë e bukur. Dhe i lëra fjalësh në dëm të Shkodrës. Shkodra ka nevojë për dashuri, për pjekje dhe mbështetje, jo për fjalë ofenduese që cënojnë imazhin e qytetit të Shkodrës. Shkodra meriton të vërtetën, jo propagandën. Është kohë të ndalet hipokrizia,
e atyre që pasi dështuan vetë, përpiqen ta mbulojnë dështimin me fjalë të mëdha. Qeveria aktuale nuk ka urryer kur Shkodrën, por e ngre në nivelin që e meriton. Sepse kjo ka qenë edhe i gjithë lejmotivi atyre kryetarëve të partisë, atyre që kanë shpifur deri tani. Dakord? I përgjigjet edhe kësaj Mariani, sepse njerëzit janë lodhur më ndarë, duan punë dhe rezultate. Flasë sot për urrëtinë e Veriut është shpikës. Nëse duam në të vërtetë qytetin tonë, punojmë për ta përmirësuar, jo për ta njëllosur me fjalë që se shërbejnë askujt. Bravo Marian, lumt. Një kryetar partie kështu vepron. Besoj se edhe Kesi kështu ka për të vepruar dhe besoj se edhe Partia Socialiste kështu duhet veprojnë. Ju duhet dhënë përgjigje në çdo moment, çdo shpifje tyre duhet dhënë përgjigje. Çdo akuzë të pavërtet ju duhet dhënë përgjigje, duhet reaguar për t'i treguar vendin. Dakord, të lumt Marian për punën që po bën. Miq Prizmus. Sot qeveria e Republikës Shqipërisë dhe asaj italiane kishin mbledhjen e përbashkët. Është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm për ne. Duke qenë se është partneri më i madh, vendi perëndimor më i madh i afërt dhe njëkohësisht i dashtëm për ne. Absolutisht pa asnjë lloj revendikacioni, gjithmonë në ndihmë për ne, gjithmonë kur bijem nganjëherë nëpër marrëzirat tona skëterës, ajo është gjithmonë vendi mik që kujtohet edhe vjen i pari, dhe njëkohësisht partneri perëndimor me cilin ne kemi marrëdhënie më të mira në mundësinë tonë, pikërisht në përballje me perëndimin. Është një partner strategjik i cili në të gjitha fushat e zhvillimit të këtij vendi është hap masapi. Kemi shkuar mirë cilado qoftë në pushtet në Itali, si e majta, si e djatha, nuk ka pasur rëndësi, sidomos tash është në një mënyrë të shkëlqyeshme, marrëdhënie shumë të mira. Megjithëse aty është e djatha dhe këtu keni mund të konsiderohet Partia Socialiste e majtë, ose është pjesë e majtës. Ka shumë, marrëveshjet janë 16, pritja ishte sigurisht e shkëlqyer, kryeministres Meloni, aty do të bisedohet për shëndetësinë, aty do të bisedohet për turizmin, aty do të bisedohet për sidomos ushtrinë, për ca firma, për Fincantierit edhe për anijet, transferimin e tyre, prodhimin e anijeve në Vlorë, ose nuk e di diçka e tillë, transferimin e disa anijeve dhe njëkohësisht edhe prodhimit tyre. Pastaj edhe në aspektin kulturor dhe arsimor, pra janë disa marrëveshje të cilat ndihma që i japin sigurisht asistencë për shumë element të qeverisjes në Shqipëri, po dhe partneritet i cili patjetër pastaj na bën të jemi të sigurt në rrugën drejt BE-s, bifjala, po dhe sidomos në rrugën në NATO. Italia është partneri shkëlqyer i joni. Është një nga partnerët më të mirë të atyre vende që sigurisht ne jemi partnerë që janë vendet e NATO-s. E hapa me këtë sepse normalisht ne kemi nevojë për Italinë dhe Italia ka nevojë për ne. Pa diskutim duhet të trajtojmë veten si partner që jemi, edhe jo thjesht. Shqipëria është një vend i cili nuk ka lidhje toksore me Italinë, por ama ka lidhje shpirtërore të jashtëzakonshme. Është një vend që pa pasur këto lidhje toksore, gjuha e dytë në Shqipëri është italishtja. Edhe kjo duhet i bëj shumë çudi, jo thjesht italianëve, por dhe atyre në botë, që pjefjala nuk është greqishtja, po është italishtja. Nuk është slavishtja, por është italishtja. Në Shqipëri, vetëm ata që janë greqi, din greqisht, po jo tjenë njerëz, po dhe ata që janë greqi dhe din greqisht, din italisht. Pra, shqiptarët din italisht sepse kanë dëshirë ta din italishten. Brezi im edhe pak më të vegjël se unë e kanë ditur gjithë. E mësoni nëpërmjet televizionit dhe nëpërmjet dëshirës për të qenë në kontakt me perëndimin. Ne perëndimin e shihnim gjithmonë nëpërmjet Italisë. Pra, edhe kulturalisht, bile brezi i ri është më pak kulturalisht i lidhur me Italinë. Edhe nuk është se mund vjen mirë për këtë punë, se vjen mirë fare sepse perëndimin e kemi këtej, nuk e kemi nga lindja.
Me thënë drejtë nuk e kemi kulturalisht lidhjen as me vendet e lindjes me asnjë. Përfshi dhe Kosovën, cilët sigurisht nuk kishin lidhjen kulturore me Italinë siç e kemi pasur ne. Shpeshherë bëjnë muhabete kot që fantazmagorie që bashkimin e Kosovës me Shqipërinë etnike, po ai ka qenë është bërë me armët e gjermanëve, pastaj është edhe monarkia jonë edhe njëkohësisht edhe Italia, e cila shpalte Shqipërinë e madhe, Shqipërinë etnike, por kulturalisht ata e kishin ndikimin shumë më pak se sa ne, sepse ne kishim detin përpara. Kulturalisht është e lidhur duke filluar që nga Butrintje duke përfunduar në Velipoj, bile edhe më lart se sa Velipojën, ku ka shqiptarë që flasin shqipulqini për shembull. Në këtë rast bëjnë shumë mirë qeveritë që merren vesh me njëra tjetrën dhe normalisht veç të mirë dhe s'ka asnjë të keqe Italia. Edhe kur na del zot edhe kur thret për ndonjë nevojë të ndryshme që mund të ketë, dhe ne duhet i dalim patjetër. Sot duhet i përgjigjemi. Se për i dalë zot është fjalë e madhe pastaj. I dalë zot. Është fjalë kryesisht shqiptar burnie, por partneriteti e njeh këtë praktik, që patjetër duhet më u përgjigj. Partnerët dhe aleancat për këtë krijohen. Kemi pasur nevojë në fillim me to 90-91-shin, kanë ardhur. Kemi pasur nevojë 97-ën, kanë ardhur. Kemi pas nevojë kurdo për të futur sa herë luanin mendsh, italianët janë treguar me njëherë të gatshëm. Tjetra që do bisedoja ishte dhënia dorëheqje e Memlik Krasniqit, është një djalë i ri, relativisht i ri, në kreun e Partisë Demokratike të Kosovës. Dha një dorëheqje mas disa zgjedhjeve kështu, por pa pasur arsyeën e humbjes edhe po jap dorëheqjen. Thjesht e ka bërë dorëheqjen që partia të jetë akoma më e unifikuar, akoma më solide. Dhe ky është një moment për ta trazuar politikën shqiptare këtu në Shqipëri, e cila e mësuar nga Sali Berisha nuk jep dorëheqje kurrë. Kemi këtë që përmenda, sa pa përmenda, e kemi qenë në vitet 90-91-shin dhe sot e kësaj dite alternativa e Shqipërisë në 2025-ën. 35 vjet është ky. Në shumicën e rasteve, dërmuese të rasteve është shkatëruar e gjithë opozita duke qenë ky kryetar. Janë humbur 10 zgjedhje, e sidomos nga 2013 e këte janë humbur shumë zgjedhje. Dhe ky rierdhi dhe herë ishte normalisht, po rierdhi dhe herë për treguar që unë jam më i mirë se Lulja dhe në fakt ka humbur shumë më tepër se sa Lulzim Basha, cilin e përzgjodhi për kryetar partie dhe pastaj bante kryetarin e partisë vet. Njëri i tillë i ka dhënë leksione absurdi i moralitetit gjithë politikës shqiptare. Një për shembujve është Fatmir Mediu, aleati numër 1 i tij. Fatmir Mediu është kryetari i Partisë Republikane, hiç gjë parti furgonash, kuptohet. Janë shumë të rëndësishme këto të vogla që kanë dalë tash se partia e tij, po ai del gjithmonë në listat e Partisë Demokratike. Nuk zgjidhet asnjëherë dhe ka që nga vdekja e ish kryetarit tyre Sabri Godës, që është kryetar partie ky, i pas zgjedhur asnjëherë. Nuk shikohet të bëjnë në një asambleja, as të merren vendime, as kur gjë, është ky kryetari, lobon në Amerikë aty, ka gjetur ky është i fortë në Amerikë që në 2008 kur hodh në Gërdeci. Ata që i kishin fajin aty, sigurisht e merrin me të mirë Fatmir Mediun, se normalisht Gërdeci nuk është vetëm faji jonë, është edhe faji që ka të bëjë me njerëzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me tendera dhe korrupsion që fillon aty dhe përfundon ke ne, masanej me shpërthimin dhe vrasjen e 26 vetëve, plagosjen 30 të tjerëve. Dhe sigurisht Fatmir Mediu e përvelin këtë, por ai as nuk zgjidhet, as nuk është zgjedhur kur, as nuk është matur realisht, sidomos në vitet e fundit, se sa i vlen partia dhe sa i vlen lkura këtij politikisht. Po, del me listat e Partisë Demokratike, të cilët e mban këtë lloj partie, e mban në hyqjen. Kur thotë edhe Ardiana Kalaja, thotë është vetëm Sali Berisha e mban e lidhur Partinë Demokratike. Po dëgjoj atë intervistat të Ali Mehmeti që thotë duhet të reflektojmë, ose disa të tjerë që thonë duhet të reflektojmë. Ka dalë një vajzë të shire Balliu, që duhet të reflektuar, thotë. Edhe thonë shumë duhet reflektuar, po ç'të reflektohet kur kryetar partie dhe njëri që e mban sipas edhe Kalas. Partinë e lidhur është i vetmi Sali Berisha. Kur në 35 vjet të lloj partie e mban të lidhur vetëm Sali Berisha,
81 vjeç, 82 vjeç, po shkon tash, domethënë ajo parti ka zakonisht përdorë një fjalë, ka shkuar për lesh. Unë teorikisht do t'i dhej bip kësaj, po nuk po më duket edhe një fjalë për t'i thënë bip, është mase e vërtet. Kanë shkuar për kujdese për çka kanë shkuar, por që duhet Sali Berisha tash ta mbledhë Partinë Demokratike, mos ketë asnjë njeri tjetër që e mbledh. Në fakt do ta mbledhin institucionet e saj, do ta mbledhin kodet e saj, statutet e saj, demokracia e saj do ta mbledhin Partinë Demokratike, po një vend ku s'ka demokraci të brendshme në partitë, pikërisht nisi Sali Berisha e mbledh. Dhe çfarë mbledh? Mbledh humbjen e njëmbasnjëshme. Domethënë ta korrin atë që kanë mbjell, po që në fillim mbjellin humbjen. Imagjinoj se çfarë korrin këta ke Partia Demokratike. Çfarë leksionesh bëjnë njerëz tillë, të cilët sigurisht nuk i zbresin kalit për qamet. Kur janë humbje, kur janë në opozitë, jam duke thënë. Kur janë njerëz të cilët kanë vite në opozitë, nuk përbëjnë alternativë politike edhe filozofike, po qoftë edhe folklorike në këtë vend. Këta nuk janë as alternativë, as opozitë folklorike. Se në folklorizëm prap ka mundësira që të hapesh pak me folklorin. Këta tash e kanë humbur edhe aftësinë për të bërë folklor. Ja për shembull të hanën do fillojnë folklorizmin, po mundohen sepse Sali Berisha nuk di asgjë tjetër vetë se të bëj protesta. I bën për familjen e vet, i bën për djalin e tij, i bën për dhëndrin, i bën për 21 janarin protestat, po gjithmonë për veten. I bën për Gërdecin, a kupton? Shkon spak kushto akuzat. Nga 21 dhjetori shkon 21 janari, me 21 i ka Sali Berisha. Për fat të keq, Gërdeci i ka me 26 të vdekur, edhe 300 plagosur. Por ajo që dua të them edhe e nis me Memli Krasniqin, Memli Krasniqit nuk i ka ndodhur ndonjë gjë e madhe. Ka marrë çfarë mund të merrte Partia Demokratike e Kosovës. Trashëgimtari, atë që ka drejtuar Shimtaçi. Pra, nuk ishte e domosdoshme, por Memli Krasniqi, edhe pse djali i ri, mendon në mënyrë racionale, thotë, po largohem të jap mundësi partisë që ajo të bashkohet akoma më tepër se sa është. Të sheshojnë dhe disa kontradikta, duke ikur kryetari, sigurisht ato kontradikta sheshohen vetvetiu, sepse normalisht kështu funksionon në gjithë demokracitë normale të botës. Ai vazhdon jetën e tij, mund të jetë aktivist dhe me aktivitet të fuqishëm brenda partisë, por nuk është më kryetar. Kurse këta nuk kanë lindur kryetar këta tonët, por do vdesin kryetar. Dhe bashkë kur vdesin vetë, këtyre ju vdes edhe partia. Ja, kjo është quintesenca e gjithë bisedës që po bëj. Në momentin që vdes leadershipi, biologjikisht, vdes edhe partia, sepse ai rri deri në vdekje kryetari i partisë. Deri në kthimin moçal të pandrejshëm. Deri në vdekjen klinike të partisë. Domethënë, largimi i një kryetari partie tipik në Partinë Demokratike ose në Partinë Republikane, po edhe disa parti tjera të vogla, janë insignifikante, pa kuptueshme, ndodh vetëm biologjikisht, kur ik nga kjo tokë, nga kjo jetë, nga kjo jeta toksore, ata u boshin nga 1000 vjeç. Po t'jenë 1000 vjet do të rri dhe kryetar partie, si Sali Berisha, ashtu e Fatmir Mediu. Edhe disa tjerë që janë aty. Është ai agrare ambientaliste, për shembull, edhe ai aty do të rri. Nuk e di sa janë ca parti tjera, disa parti janë shitur, i ka blerë dikush tjetër. Po ca tjera s'u kanë, nuk e di, Dashi ka ikur nga partia, po pra Dashi është aty. Nuk e di se kush është tjetër, Dasheu e kam fjalën, nuk e di çfarë partish ka mbetur që kanë emrat, po të njëjtën kryetar kanë. Është edhe Pilinçi, s'ma merr mend se edhe Pilinçi, apo Pilinçi është më demokrat, do ta lëshojnë. Mund ndodhi kjo punë? Mase. Po të jetë kështu, atë Pilinçi duhet i shkojnë mbrapa, sepse duhet të ketë zgjedhje demokratike brenda partisë edhe Pilinçi. Them. Pra, për të ikur nga grotesku, nga grotesku i tmerrshëm i partive shqiptare. Sali Berisha i ka mësuar
politikës shqiptare që demon të tillë që rrinë sipër partive largojnë përfundimisht demokracinë e brendshme.